Që të shkoj t'i thot tani është linja Trump. Krimi organizuar, kartele, droga. Po le se ne kemi thënë me kokë gjë, po të tjerë s'na kanë dëgjuar. Kemi thënë kush janë, pra edhe te ty prapë kam thënë këtë. Krimi organizuar dhe terrorizmi janë gjëra që i kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kështu pika kryesore, nuk falen për këto. Këto të dyja, sidomos, as fal, as bëhet fjalë. Te korrupsioni e diskutojmë. Pse e diskutojmë? Sepse çka ka ndodhur në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit? Është pikur akuza politike e korrupsionit, pra akuza penale e korrupsionit, për të zhdukur dikë nga politika edhe duke e bërë me të lashme drejtësi. Më kupton? Prandaj këtë nuk e marrin shumë amerikanët të kështu se e din që pse edhe në Amerikë ka korrupsion, se çfarë janë ato, çfarë janë ato atje. Në Gjermani ke korrupsion. Për të flasë një skandal në Komisionin Evropian, në këtë gjithë komisionerët evropianë në përburgje më. Ore, nëse shkon Prokuroria Federale e Belgjikës edhe i futet një hetim komisionerëve evropian, i këtë gjithë, sa veta janë aty, i këtë gjithë në përburgje. Po do në mas sigurie. Jo më të kapë me eurodeputetët, që aty bëhet nami. Pra, ju duhet kuptoni këtë gjë, korrupsioni parandalohet, nuk eliminohet, nuk azjesohet. Por, krimi organizuar kërkon politika të qarta shtetërore. Pra, nuk mundesh ti për shembull të jesh kryeministër dhe të jesh antar bande, se normalisht bandët të hape rrugën, e kupton? Por, prandaj thot doli kjo Nancy edhe shkoi tani Nancy ka sa vite ka Nancy këtu, tani na shkoi Nancy te Duman thot që erdhi linja Trump. Prandaj, që ta konkludojmë me rastin e Zotit Veliaj, që edhe ju edhe unë të jemi ashtu siç jemi gjithmonë objektiv ndaj analizës që ne bëjmë dhe jo subjektiv, pavarësisht se merrem me subjektin, por analizojmë nga ana objektive të subjektit. Pra, çfarë ky person ka bërë? Ai ka bërë vepra penale? A ka pasur dieni për ato çfarë ka bërë Veliaj? Ka ndodhur ajo që është e çuditshme përsëri që unë e them gjithmonë edhe kryj pak veshin, gjithmonë e çuditshme kjo gjë. Ore si ka mundësi te Veliaj të vinë të gjithë biznesmen? Ore te Berisha biznesmen? Ore te Meta nuk janë biznesmen, për biznesmen janë vend tjetër. Po çuditërisht këta biznesmenët për politikanë, po vetëm këta, po mirë. Po e di Rama, nuk ka takuar biznesmen? Vetëm këta pas kanë taku biznesmen? Pra, po në NBA që shkon Rama atje në Amerikë që bën xhiro, edhe ja pagun dikush tjetër. Si quhet kjo korrupsion në frymarrje erës në tokë në qelë të basketbollit? Si ka mundësi ai nuk shkoi në KB, more? Kisha një hall për këtë. Pse s'më pyete more për këtë? Se harrova edhe këtë. Po shkoi në NBA dhe nuk shkoi në KB, që bëhet nami, bë foto dhe në një selfie kështu. O shqiptar shikoni si mdojnë mua amerikanët, puth Macronin aty për qafon, Ursula nuk e di ka shkuar Ursula. Po vetë presidenti, ata e kanë një tjetër nuk ka bërë. Nuk na duhet Trumpi, le Trump apo. Ai ka 3 vjet. Avokat shkoi presidenti, shkoi Begaj. Po antari Partisë Socialiste, ai jam i bindur që po nuk antarësu në Partinë Socialiste, unë platsha. Ai do antarësoj dhe madje do bëhet deputet, po nuk u bë edhe ai burgaxhim. Kush janë aludimet tuaja për mos vajtjen e vizitës, pra fakti që kryeministri nuk shkoi në OKP? Po ti e beson sa punin për djathtë që djali i Soros ishte u martu në Amerikë? Edhe Rama vajti në Amerikë, po besoni këtë? A besoni ju këtë gjë? Po ku do dalesh me këtë? Po unë kam dalë më përpara me këtë dhe ta kam thënë. Shkoj Rama në Amerikë? Nuk shkoj. Pse nuk shkoj? Nuk shkoj, po mund të shkoj. Mund të ketë një ftet. Jo, më ai nuk shkoj, edhe unë nuk shkoj. Mund të ketë një ftet. Vetëm për të bërë aty tabela, thotë zotrik, po. Hajde pak këtu majtës themi 2 fjalë. Po i doli, larg qoftë, nuk ekziston në fakt tani, është mbret tani çfarë. Këto janë dëshirat e opozitës apo nuk ke diçka konkrete? Jo, nuk ekziston kjo që them. Avokat janë. Ai për kryeministër dhe president do arrestohet ai. Çfarë? Po flasin për dëshirat e opozitës apo diçka konkrete? Më fal. Ti ke menduar që unë them në gjë dëshirë të opozitës? Jo, thash mos opozita lavdronte nga mes të deri ndarë dhe bërte lavazh spakut, unë dilet e ty, që kemi nisur bashkë të emision,
edhe kemi vazhduar vazhdimisht edhe kemi bërë analiza, edhe thoya për spaku nga mes deri darkë, para se të arrestonte Berisha, para se të thotë Meta, para se të thotë Velia, pra ne kemi qenë të parët në treg që kemi bërë diçka që është konkrete të sot dhe sot e bën të tjerë në radhë tani. Pra, unë po të them ty këtë gjë. Kanë ardhur te fjalët e tua. Zotri, Po kjo Amerikë shumë madhe më deri atje. Ai popull që na dëgjon dhe e respektojnë për këtë që na dëgjon. Zotri, unë në gjithë njerëzit kam mlefe. Mirë. Ti zotri, ke mlef ndaj një personit sepse me atë person ke bërë një marrëveshje, ke punuar dikur, edhe ç'a bën edhe kthen kapakun edhe fillon të degeneron. Nuk ka flasim emra, po populli kupton vetë, për shembull. Jam un deputet për shembull, meq ai nga lista. E daluna për televizion. Ç'a për televizion? Marrin atë dhe na fol për këtë. Ai ka saliu nga mes deri në darkë, e kupton? Pse? Se ka mlef personal. Po ai që ka mlef personal nuk bën analizë të qartë objektive, bën vetëm subjektive. Dhe ç'a kam bërë unë? Unë edhe sikur të kem, që s'kam, nuk më ka rastisur të marr një pozicion në shtet apo në një parti. Pra, edhe sikur të kem personal një mlef, një diçka personale me një person, unë nuk shfaq kurrë atë mlefin për shkak të inatit që kam për atë, pse nuk e bëj këtë? Sepse tjetër është pjesa që unë analizoj, që t'i jap qytetarëve atë të kuptojnë çfarë duhet të kuptojnë bashkarisht, dhe tjetër është ajo që bëjmë ne si popull, që fillojmë edhe i bëjmë gropën tjetër nga mlefet personale, nga ato atërmbetje që na ka mbetur. Për shembull, del një deputet që ka i saliu, e del nga mes deri në darkë, po normal atë do marrë ai. Edhe do thosh që ka krizë opozita. Po s'merr Kristenin që të flasë diçka të normale. Se merr, nuk duhet i dali kjo që ne kemi bërë këtu. Pra çfarë? Ne kemi thënë vërtetat.